se të mbyt. E treta, ka kosto në fuqi punëtore, se ka shku rroga një punëtori 1.500.000 lekë të vjetra, po 2 milion, nuk të vjen kush ta bën, s'ka punëtor në Shqipëri. Është rritur kostja. Dhe unë di firma ndërtimi, sepse kam klient firma ndërtimi që i përfaqësoj, dhe është rritur kostja në ato nivele që sot nuk ke mundësi të dalësh pa 1.200 euro metër katror në kosto. Nëse ti e shton dhe fitimin që të duhet, sepse duhet dhe të fitosh. 1.200 metër katror i ndërtimit. Maksimumi është 800 euro. Jo, më ka qenë 800. Ka qenë 800. Ka qenë përpara korrupsionit. Ka qenë para informale. Ka qenë përpara korrupsionit, më tani smerr leje më korrupsion. Leo. Lutem se Alan. Unë nuk disha që ta bëja bisedën në këtë lloj trendi. Ajo që po mundosha të thoja ishte fakti që për mendimin tim, gjithë paraja e pisët që vjen nga tregu i narkotikëve. Kryesisht heroin. Lidhja nuk vjen nga narkotiket më para pisë. Po mos e ndërprit more. Se s'tu mo, leku që vjen nga korrupsioni, më thuhet drejt mo. Gjithë leku që vjen nga korrupsioni. Po korrupsioni është ai më. Jo, s'është korrupsioni, është korrupsioni na ka mbyt sot. Po çfarë është ai? Sa korrupsioni tani ja fut kotën e ti. Po çfarë? Aq është ku buxheti to vlla. Cili buxhet? Ai po thot. Po çfarë thua një pallat është sa gjithë ministrit bashkë. Ore, në gjithë legët, se gjithë legët, lutem një sekondë. Ti s'po e dëgjon. Qoftë se një ashtu quhetur band që merret me drogë të sjell ty nga Amerika Latine 8 ton drogë në Europë, gjithë këto para në qoftë se do të futen në tregun imobiliar shqiptar, çfarë mendon ti se do të shkojë 1.000 apo 10.000 euro metri katror më zotrin nderuar? Do është logjika e gjës mo. Se edhe bën shet. Ka dy gjëra thelbëror. Këtu problematika qëndron që në tek trualli. Kanë pasiguri të plot juridike. Për shkak po. Ligji 7501, ligji i kompensimit pronave, paketa e maleve, ligji i urbanizim legalizim, drejtë shejtanet bie që ka akoma shiten tapia nga kryetaria e kompensimit pronave. Kontrata e porosisë që e përmendëm pak më përpara, ti e porosit dhe do vinë dhe ka siguria juridike është pothuajse zero. Pra ti luan me xhepin tënd pa e ditur se çfarë do ndodhë. Ti nesër Erioni e ngre pallatin, ngrihet një ditë e bukur. Edhe të prish kontratën direkt. Edhe kjo rrit koston. Jo të prish kontratën se është. Jo, vetëm ka qenë, jo. Ngrihet një ditë e bukur, thotë Erioni falimentova. S'të dorëzon pallatin. S'të dorëzon, ti nuk merr dot. Ato kanë qenë më parë tani këto 2 vitet e fundit. Tani 2 vitet e fundit sa zbardhet leja, më fal, lutem procedurën. Gjithë qeshi i ndëtimit ka një regjistër apo stafat çdo i kadastri e vendit, çdo i ASHK-je, që merr kartelën e pasurisë sipas kontratës së transaksionit të supermarketit që ke për noteri. Shkoj unë në gjyq me klientin tim. Jo, nuk shkon dot në gjyqje. Dhe tani në të përditshme ti po ku prish kontratën. Po ma tregon Armenida u prish kontratën. Bashkë kemi në gjyq. Do të kthej lekët. I thot të kthej lekët. Janë tjerë që kanë qenë më para, tani këto 2 vite jo. Tani. Edhe firma e Jemi bashkë në gjyq për një çështje të tillë. Jemi konfliktin e shifin në gjyq. Shifin në gjyq. Prandaj po përdeti. Jo, tani. Prandaj po përdeti me Leon këtu. Po sikur mirë. Gjëra që ndodhin aktualisht, unë nuk po të flas për 10 vite përpara. Unë po të them që sot ngrihet dikush dhe thot, nuk ka qenë prona e landit, po ka qenë prona ime. Po me ai ndëtimi, më fal, avokat, ai ndëtimi nuk ka qenë ndje i bërë apo i dhe, që i ti e ke tani. Pasiguri juridike. Po pasiguri juridike pra ai po thot që trualli është vjedhur. Ai po thot që trualli është vjedhur. Të qatësojmë 200 që ndjekë.